Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryeministria italiane Giorgia Meloni ka falenderuar publikisht kryeministrin Edi Rama pas sqarimeve për marrëveshjen mbi qendrat e emigrantëve në Gjadër. Reagimet erdhën pas interpretimeve mediatike të një interviste të ministrit të jashtëm shqiptar që shkaktuan debat në Itali. Rama ritheksoi se marrëveshja me Italinë mbetet në fuqi dhe nuk ka ndryshime në qëndrimin e qeverisë shqiptare. Deklaratat u shoqëruan me reagime dhe replika edhe në rrjetet sociale dhe mediat ndërkombëtare. Një deklarat publike e kryeministres italiane Giorgia Meloni ka sjellë në vëmendje marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për ngritjen e qendrave të emigrantëve në Gjadër, duke falenderuar kryeministrin Edi Rama për sqarimin e dhënë pas një vale interpretimesh mediatike. Debati u ndes pas një interviste të ministrit të jashtëm shqiptar Ferit Hoxha, e cila në disa media të huaja u interpretua si sinjal për mundësi ndryshimit të marrëveshjes dypalshe. Këto raportime shkaktuan reagime të shumta politike dhe mediatike, veçanërisht në Itali, duke ngritur pyetje mbi qëndrueshmërinë e projektit. Në deklarimet e tij, Hoxha theksoi se së pari marrëveshja është për 5 vjet dhe nuk jam e sigurt nëse do të ketë zgjatje. Së dyti, nuk do të ketë zgjatje sepse deri atëherë ne do të jemi antar të Bashkimit Evropian. Të gjithë kanë bërë të njëjtën llogari, pasi Shqipëria të antarësohet, ky nuk do të jetë më territor ekstraterritorial, por territori i Bashkimit Evropian. Më pas ai sqaroi se komentet e tij ishin keq kuptuar dhe nuk përfaqësonin ndryshim të qëndrimit zyrtar të qeverisë shqiptare. Kryeministri Edi Rama reagoi duke ritheksuar se protokolli me Italinë do të mbetet në fuqi për aq kohë sa Italia dëshiron një gjë të tillë. Sipas tij, nuk ka asnjë ndryshim në angazhimet e Shqipërisë për zbatimin e marrëveshjes, duke synuar të mbyllë çdo keq interpretim mbi të ardhmen e saj. Menjëherë pas këtij sqarimi, Giorgia Meloni ndau deklaratën e Ramës në rrjetet sociale dhe shoqëroi me një mesazh falënderues të drejtuar kryeministrit shqiptar. Në të njëjtën kohë, Rama u përfshi edhe në një debat publik me gazetarin e Euroactiv Edi lidhur me interpretimin e intervistës së ministrit Hoxha. Në një postim në platformën X, kryeministri nuk e la gazetarin pa përgjigje. I dashur Edi Uaks e kuptoi që është argëtuese të krijohet një histori Edi kundër Edit, por këtu realisht nuk ka vend për një gjë të tillë, sepse së pari unë nuk u ankova për Edin tjetër dhe së dyti, tani që ti me bujari publikove transkriptin e plot, është krejtësisht e qartë se citimi i shkurtër ishte mjaftueshëm çoroditës që kushdo me një bisedë ideologjik të caktuar ta përdorte sipas dëshirës së vet. Por sinqerisht, as pak hatërmbetje, njëri Edi duhet të bëjë atë që dëshiron dhe Edi tjetër duhet ta durojë atë. Në fund të fundit, thelbi mbetet i pandryshuar. Çfarë Italia kërkon nga Shqipëria, Italia e merr nga Shqipëria, shkruan kryeministri Edi Rama. Bizneset e vogla dhe të mesme do të kenë akses në kredi me interesa më të ulta, të mbështetura në garanci shtetërore. Kryeministri Edi Rama prezantoi programin Dyfishon ndërmarrjen tënde gjatë një ceremonie në nënshkrimi marrëveshje. Sipas tij, kredi do të variojnë me interes nga 2 deri në 3% dhe do të shoqërohen me garanci sovrane. Qeveria parlemëron edhe një sfond granti për mbështetjen e aplikimeve dhe planeve të biznesit. Qeveria ka prezantuar një program të rimbështetës për bizneset e vogla dhe të mesme, i cili synon të lehtësojë aksesin me kredi përmes normave të ulta të interesit në garanci shtetërore. Gjatë ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjes për programin Dyfishon ndërmarrjen tënde, kryeministri Edi Rama bëri të ditur se linja e re e financimit do të ofrojë kredi me interes të kufizuar nga 2 deri në 3%. Sipas tij, kjo nismë do të mbështetet nga një garanci sovrane e shtetit shqiptar, e cila do të mbulojë nga 30 deri në 70% të risku të kredis në varësi të vlerësimit të projektit. Për ndërmarrjet e vogla të mesme, do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%, dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Rama njoftoi gjithashtu krijimin e një fondi grant që do të ndihmojë sipërmarrësit në
përgatitjen e planeve të biznesit dhe dokumentacion të nevojshëm për aplikim me qëllim lehtësimin e procesit të aksesit në financim. Unë besoj shumë që edhe një fond grant i cili do të vendosë në dispozicion për të hartuar planet e biznesit, pra për të ndihmuar ndërmarrjet e vogla të mesme për të bërë aplikimet e tyre, do të vi si vlerë e shtuar në lehtësimin e marrëdhënies mes subjekteve dhe bankave. Natyrisht që ky grant do duhet të administrohet në mënyrë të koordinuar që të kuptojmë eksaktësisht edhe se çfarë ka më shumë për të mësuar në këtë proces. Duke u ndalur tek treguesit e kreditimit, Rama u shpreh se është dyfishuar kapaciteti financues i ekonomisë nga bankat e nivelit të dytë, që tregon se ekonomia është në gjendje të shëndetshme dhe me potencial në rritje të mëtejshme, po ashtu kreditet këshia kanë rënë në nivele të papërfillshme. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për bllokim të procesit të integrimit evropian. Ai e ka cilësuar qeverinë si të lidhur me krimin dhe ka ngritur kritika për mungesë transparence në raportet e BE-s. Berisha ju përgjigj edhe deklaratave të Ramës për prokurorimet publike dhe rënien e integritetit të tyre. Demokratët kanë dorëzuar gjithashtu disa amendamente për ndryshime në rregulloren e kuvendit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama duke akuzuar atë si përgjegjës për bllokimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar Demokrat, Berisha deklaroi se procesi i integrimit sipas tij është marrpeng nga një organizatë kriminale, duke u referuar qeverisë dhe kreut të saj. Ky proces, siç faktohet çdo ditë më shumë, është marrpeng nga një organizatë kriminale që drejton Shqipërinë me kreun e sajt Meduzës Edi Ramën. Berisha ngriti gjithashtu shqetësime për mungesë transparence duke u referuar konstatimeve të raportit të Parlamentit Evropian. Ata nuk japin asnjë njoftim në një kohë kur vendet tjera, pas çdo mbledhje të Koelas për vendet e tyre, informojnë publikun. Është transparent fare. Padroni Edi Rama, Aleksandar Vučić, po thot, jemi bllokuar për ligjet e drejtësisë dhe pranon që nuk janë në rregull dhe duhet ndryshuar. Kurse ky deklaronte ditën e Europës se nuk kanë lidhje me ballukun këto. Dhe më keq akoma, negociatat nuk janë tonat, janë të Komisionit Evropian. E kuptoni ju çfarë shtythuash këtia më të apo. Ecin secin e ka përgjegjësinë Komisioni Evropian. Në deklarimet e tij, kreu i opozitës ju përgjigj dhe komenteve të kryeministrit Rama lidhur me shifrat për prokurorimet publike, duke akuzuar për manipulim të dhënave dhe mungesë transparence në tendera. E ka gënjeshtër me tapi dhe njeri që çdo fjali lëshon një gënjeshtër, ose nuk mund të them se e gënjen stafi, po stafi duket se ky vetë po i thahet truri nga droga, e ka shumë të vështirë të orientohet, absolutisht. Se truri rrudhet nga droga dhe deri thot shan aty në tender. Jo mor zotë, ja, nuk është e imja kjo. Nuk është e PD-s kjo. Kjo është open tender. EU e Bashkimit Evropian kliko dhe del në fillim. Sa është transparenca? Në 50 pikë ka transparenca. Dhe si asnjë vend tjetër në 38 vende nuk ka asnjë fitues tenderi i transishëm nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përjashtohet. Ndalohet për vendet vetëm sa nuk shkruhet tabela. Ndalohet për vendet anëtare të Bashkimit Evropian pjesëmarrja. Ndërkohë, Partia Demokratike ka depozituar në kuvend disa propozime për ndryshime në rregulloren parlamentare, ndërto përfshihen kërkesa për balancimin e përbërjes së sekretariatit etikës, rregullimin e drejtimit të grupeve të miqësisë në kuvend dhe garantimin e stafit të mbështetës politik për grupet parlamentare. Partia Demokratike ka depozituar një paketë amendimesh për ndryshimin e rregullores së kuvendit. Propozimet lidhen kryesisht me masat disiplinore ndaj deputetëve dhe barazi në strukturat parlamentare. Opozita kërkon gjithashtu ndryshime në kohëzgjatjen e seancave dhe organizimin e komisioneve. Sipas PD-s, këto ndryshime synojnë një funksionim më të balancuar të kuvendit. Partia Demokratike ka propozuar një sër ndryshimesh në rregulloren e kuvendit me fokus kryesor i shikimin e mënyrës së funksionimit të strukturave parlamentare dhe trajtimin e masave disiplinore ndaj deputetëve. Dy nga amendimet kryesore lidhen me sekretariatin për procedurat, votimet dhe etikën, organi që vendos masat disiplinore në kuvend. Partia Demokratike kërkon që përbërja e tij të ndryshohet nga struktura aktuale me shumicë të mazhorancës në një formulë të barabartë mes opozitës dhe shumicës, duke
duke supozuar një sekretar dhe 5 anëtar me përfaqësim të balancuar politik. Gjithashtu opozita kërkon që në rast ankimit të masës disiplinore nga një deputet, zbatimi i saj të pezullohet deri në shqyrtimin përfundimtar nga byroja e kuvendit, duke synuar sipas saj garantimin e një procesi më të drejtë vendimarrje. Një tjetër propozim i rëndësishëm lidhet me oraret e zhvillimit në seancat plenare. Partia Demokratike kërkon që seancat të mos zgjasin përtej orës 22, duke parashikuar ndërprerjen e tyre dhe vijimin në ditët pasardhëse në orën 10 të paradites. Në paketën e amendimeve përfshihen edhe kërkesa për barazi në numrin e stafit mbështetës politik mes dy forcave kryesore parlamentare, si dhe rishikimin e organizimit të komisioneve. KPD-ja propozon ndarjen e komisioneve për Europën dhe punët e jashtme në dy struktura të veçanta, siç ka qenë më herët. Opozita kundërshton gjithashtu propozimet për shkurtimin e kohës së fjalës së deputetëve nga 10 në 5 minuta dhe për shpejtimin e procedurave për aktet që lidhen me integrimin evropian, duke kërkuar shqyrtimin e tyre sipas procedurës normale parlamentare. Ndërkohë, Partia Demokratike kërkon që drejtuesit e institucioneve të pavarura të vijojnë të raportojnë në seancën plenare dhe jo vetëm në komisionet posaçme, siç është propozuar në disa nisma të tjera, duke argumentuar se kjo garanton më shumë transparencë në kuvend. Shoqatat e transportit publik do të mbështeten financiarisht me 50 lekë për litër karburant për të përballuar rritjen e çmimeve të naftës. Masa është miratuar pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe do të nisë të zbatohet që nga muaji mars. Sipas ministrit të infrastrukturës, kompensimi vjen si përgjigje ndaj ndikimit të krizës së hidrokarbureve. Qeveria ka paralajmëruar edhe ndryshime në sistemin e gjurmimit të produkteve të aksizës. Qeveria ka vendosur të subvencionojë shoqatat e transportit publik në vend me 50 lekë për litër naftë në një përpjekje për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve të karburanteve. Vendimi u bë i ditur pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave nga ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi, i cili deklaroi se masa mbështetëse do të aplikohet për transportin qytetas, ndërqytetas dhe kryeqytetas. Sipas tij, vendimi vjen pas konsultimeve me përfaqësues të shoqatave transportit, bashkive dhe Ministrisë së Ekonomisë, ku janë shqyrtuar shqetësimet e sektorit. Sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndërqytetës dhe rreth qytetës. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Paralelisht me këtë vendim, në mbledhjen e qeverisë janë miratuar edhe ndryshime në sistemin e pullave fiskale dhe gjurmimin e produkteve të aksizës. Sipas këtyre ndryshimeve, teknologjia e re do të aplikohet përgjatë gjithë zinxhirit, nga prodhuesit tek importuesit, duke përfshirë dhe vendosjen e kodeve barcode me informacion të detajuar mbi origjinën dhe prodhimin e produkteve. Bordi i Transparencës ka vendosur rritje të re të çmimeve të karburanteve në tregun vendas. Nafta do të rritet me 201 lekë për litër, ndërsa benzina me 187 lekë për litër. Vendimi hyn në fuqi sot në orën 18:00 dhe do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e radhës. Autoritetet paralajmërojnë masa ndaj operatorëve që nuk respektojnë vendimin. Bordi i Transparencës ka miratuar çmime të reja për shitje me pakicë të karburanteve në Shqipëri, duke sjellë një tjetër rritje në tregun vendas të hidrokarbureve. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e datës 13 maj, çmimi i naftës është caktuar në jo më shumë se 201 lekë për litër, duke shënuar një rritje prej 4 lekësh krahasuar me vendimin e mëparshëm. Ndërkohë, çmimi i benzinës është vendosur në 187 lekë për litër, me një rritje prej 5 lekësh. Përveç tregtimit me pakicë janë përcaktuar edhe çmimet e shitjes me shumë ku nafta do tregtohet jo më shumë se 189 lekë për litër, ndërsa benzina jo më shumë se 175 lekë për litër. Vendimi hyn në fuqi sot në orën 18 dhe do të mbetet i zbatueshëm deri në mbledhjen e radhës së Bordit të Transparencës, ku pritet të rishikohet sërish lëvizjet e çmimeve në varësi të tregut. Autoritetet kanë tërhiqur vëmendjen e të gjitha operatorëve të tregut, të shumicës dhe pakicës në respektimin e vendimit, duke paralajmëruar masa ndëshkuese për fshirë pezullimin e aktivitetit në rast të shkeljesh. Në njoftim theksohet gjithashtu se Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministria e Financave dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë janë të angazhuar për të mbrojtur interesat e konsumatorëve dhe për të garantuar funksionimin e një tregu të ndershëm dhe konkurrues në sektorin e karburanteve.
Kirurgu Nikola Nunka, i arrestuar për ngacmim seksual ndaj një 21 vjeçareje, është dërguar në spitalin e Korçës pas shfaqjes së problemeve shëndetësore. Sipas informacioneve, ai ka pësuar shqetësime kardiake dhe është transportuar nga komisariati për kontroll mjekësor. Mjekët kanë vendosur ta mbajnë të shtruar në monitorimin pas kryerjes së EKG-s. Ndërkohë, avokatja e viktimës ka deklaruar se ka edhe denoncime të tjera ndaj tij. Kirurgu Nikola Nunka, i arrestuar pas një denoncimi për ngacmim seksual ndaj një 21 vjeçareje, është dërguar në spitalin e Korçës pasi ka shfaqur probleme shëndetësore gjatë qëndrimit në komisariat. Sipas informacioneve paraprake, mjeku ka pasur më herët histori me problemet kardiake dhe nuk është ndjerë mirë në ambientet e policisë, shka ka bërë që të transportohet menjëherë në urgjencë për kontroll mjekësor. Pas kryerjes së ekzaminimeve përkatëse, mjekët kardiolog kanë konstatuar probleme të karakterit kardiak dhe kanë vendosur që ai të mbahet i shtruar për monitorim të vazhdueshëm në spital. Ndërkohë, avokatja e 21 vjeçares që ka bërë denoncimin ka deklaruar për mediat se rasti nuk është izoluar, duke bërë të ditur se pas publikimit të ngjarjes kanë bërritur dhe dëshmi të tjera nga gra dhe vajza që pretendojnë se janë përballur me sjellje të ngjashme nga i njëjti mjek. Arsyeja pse sot ka vendosur të jap këtë deklaratë është sepse në një afat shumë të shkurtër kohor kemi marrë disa denoncime të tjera, të cilat datojnë kjo ngjarje që të datojnë rreth 33 vite më parë dhe i fundit një vit më parë për të njëjtat raste abuzimi që doktori në fjalë ka bërë me vajza dhe gra të tjera. Sigurisht që ky është një rast i përsëritur dhe kjo e bën akoma më të rëndë situatën dhe vetë ngjarjen, se si ka mundur të integrohet dhe të qëndrojë një kohë kaq të gjatë një mjek në sistemin spitalor dhe të jap shërbime për individ të ndryshëm, vajza dhe djem, në kushte të caktuara. Ngjarja është shumë sensitive për shoqërinë. Megjithatë, unë jam falënderuese vajzës e cila mori kurajën të flasë dhe të reagojë, të ngrejë zërin, pasi ngjarje të tilla duhet të fliten për të ndërprerë. Bashkim Rajku është paraqitur në SPAK në cilësinë e dëshmitarit dhe palës së dëmtuar në procesin ndaj Lajert Haxhiut. Ai ka dëshmuar për shpërthimin me tritol në pronën e biznesit të familjes në vitin 2022. Sipas dëshmive të përfshira në dosje, ngjarja lidhet me konflikte të pretenduara mes personave të njohur të skenës muzikore. Gjykata pritet të vijojë thirrjen e dëshmitarëve të tjerë në seancat e radhës. Në kuadër të procesit gjyqësor ndaj Lajert Haxhis në SPAK është paraqitur këtë të mërkur Bashkim Rajku, babai i këngëtarit të njohur Igelse Rajku, i njohur me emrin artistik Noizi, në cilësinë e dëshmitarit dhe palës së dëmtuar. Ai është pyetur lidhur me një ngjarje të ndodhur në 8 qershor 2022 kur në pronën e biznesit të familjes së tij u vendos një sasi eksplozivi duke shkaktuar dëme materiale. Sipas tij, në momentin e shpërthimit nuk ka qenë në dijeni të asnjë konflikti konkret dhe nuk ka informacion për autorët apo motivet e ngjarjes. Në dosjen hetimore referuar edhe deklarimeve të pretenduarit të drejtësisë Artan Tafani, pretendohet se vendosja e tritolit është kryer me urdhër të Lajert Haxhis në një kontekst konfliktesh të lidhura me persona të njohur të botës së muzikës. Megjithatë, këto pretendime mbeten pjesë e procesit gjyqësor dhe nuk janë të provuara përfundimisht. Në dëshminë e tij, Bashkim Rajku ka theksuar se ngjarja mund të ketë ardhur nga çështje xhelozie, duke nënkuptuar rivalitetet të lidhura me aktivitetin artistik të djalit të tij. Ai është prehur se familja nuk ka pasur konflikte të hapura me askënd dhe se nuk njeh autorët e mundshëm të ngjarjes. Gjykata pritet të vijojë shqyrtimin e çështjes në seancat e ardhshme ku është planifikuar të thirren sërish dëshmitar të tjerë përfshirë edhe Igelse Rajkun, ndërsa në listë figuron edhe këngëtari Kleviola Meti. Paralelisht, në një tjetër seancë të lidhur me dosjen është dëgjuar edhe dëshmia e një dëshmitari okular për atentatin ndaj Kujtim Metës, i cili ka deklaruar se autorin e ka parë të maskuar pa mundur ta identifikojë. Një objekt shumë katësh në zonën e rrugës së Dibrës në Tiranë është sekuestruar pas konstatimit të ndërtimit pa leje. Sipas autoriteteve janë shtuar 3 kate mbi lejen e miratuar, duke të i kaluar ndjeshëm projektin fillestar. Shkelja përbën më shumë se 20% të sipërfaqes së përgjithshme të objektit. Ndaj ndërtuesve janë nisur procedime penale, ndërsa godina pritet të kalojë për interes publik.
Një pallat 12 katësh në kryeqytet i ndodhur në zonën e rrugës së Dibrës pranë QSUT-s është konfiskuar nga autoritetet pas zbulimit të një ndërtimi të konsiderueshëm pa leje, që kap sipërfaqe mbi 2.50 metra katror. Sipas verifikimeve të kryera nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Komisariatin numër 4, objekti rezulton të ketë kaluar lejen e miratuar duke ndërtuar 3 kate shtesë mbi projektin fillestar. Ky tejkalim përbën më shumë se 20% të sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit, duke e futur rastin në kategoritë e shkeljeve që sjellin konfiskim të plotë të objektit. Autoritetet bën me dije se godina ishte vënë gjithashtu në përdorim pa certifikat përfundimtar shfrytëzimi, çka përbën një tjetër shkelje të legjislacionit në fuqi për ndërtimin. Në bazë të aktit normativ të miratuar më herët dhe botuar në fletoren zyrtare, rastet kur tejkalimi i lejes kalon kufirin e përcaktuar ligjor çojnë në konfiskimin e plotë të objektit i cili më pas mund të kalojë për përdorim publik ose për qëllime të strehimit social. Ndaj dy ndërtuesve të përfshirë në realizimin e projektit janë nisur procedurat penale, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë e plota në shkeljet e konstatuara. Vijojmë me informacione nga Kosova. Partitë kryesore në Kosovë kanë dorëzuar listat e kandidatëve për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Lëvizja vetëvendosje hyn në garë me Albin Kurti në krye të listës. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë bërë gjithashtu publikime të rëndësishme të renditjes së kandidatëve. Procesi është shoqëruar me mungesë emrash dhe pakënaqësi brenda disa subjekteve politika. Partitë kryesore politike në Kosovë kanë përmbyllur dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 7 qershor, duke përcaktuar tashmë dhe konfigurimin e garës elektorale. Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se në krye të listës së saj do të jetë kryeministri Albin Kurti, i ndjekur nga figurat kryesore të partisë, të renditura me 10-shen e parë të kandidatëve. Megjithatë, në këtë listë bie në sy mungesa e disa emrave të njohur si Besnik Bislimit dhe Hysen Durmishi, të cilët nuk janë përfshirë në këtë fazë të garës. Në kampin e Lidhjes Demokratike të Kosovës lista kryesohet nga ish-presidenti Vjosa Osmani, ndërsa pastaj renditet kryetari i partisë Lumir Abdixhiku. Kandidatë të tjerë më pesh politike si Avdullah Hoti dhe Hykmete Bajrami do të garojnë jashtë 10-shes së parë, çka ka sjellë reagime dhe pakënaqësi brenda strukturave të partisë. Ish-kryetari Podujevës Agim Veliu ka refuzuar nominimin për deputetët dhe ka kritikuar drejtimin aktual të subjektit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të hyjë në zgjedhje me Ardian Gjinin si partës liste, ndërsa lideri i partisë Ramush Haradinaj do të mbajë numrin e 11 në listë, një vendosje që ka tërhequr vëmendje në skenën politike. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur listën zyrtare të kandidatëve për zgjedhje. Megjithatë, nga strukturat e partisë është bërë ditur se në listë do të përfshihet Fatmir Limaj si dhe përfaqësues të tjerë të nismës socialdemokrate, duke sinjalizuar ndryshim në aleancat dhe balancat brenda kampit opozitar. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.